Jote që tha do i mbështesi Partia Demokratike e Fundit. Unë e shoh kështu, Ajda. Zoti Berisha, ata të cilët i donte, i vendosin në listë të sigurt, në listën e mbyllur. Edhe i la këta të listës hapur të bënin vota edhe për ta. Dhe këta të cilët janë në listën e hapur dhe kanë marrë pëlqyeshmëri nga qytetarët, nga publiku, nuk është se i intereson shumë dhe nuk është se i pëlqen shumë, edhe i lë, edhe donë që këta të zihen me njëri tjetrin, të bëjmë pis njëri tjetrin, sepse edhe procesi, edhe në makro, po thuash këto, është ky fenomeni i ankuesit nuk pavarësisht se kauzat i të shumë e drejtë. Por do që t'ju aprish imazhin edhe më shumë, duke u zënë, duke i treguar njëri tjetrit që ti ke 10 vota këtu, ti ke 10 vota aty, dhe ndërkohë ai vazhdon qëllimin e tij, pasi numrin e deputetëve të cilët i donte në parlament për të mbrojtur edhe ato direktivat e tij, orientimet politike të tij, i mori dhe i ka në parlament, ndërsa për këta nuk është se ka ndonjë dashuri të madhe, edhe që të zihen me njëri tjetrin, le të vazhdojnë të zihen, sepse që do thotë që nuk është se janë aq shumë të votuar dhe ta sfidojnë atë, por ja kanë bërë këto manipulime, dhe në të tillë mënyrë ai vazhdon i pa lëkundur atë drejtimin e tij në PD.